Feja na ka thonë që ti mund të fitosh shumë, shpërblime, shumë adhurime të bash, shumë grada të mërish, mirë po ato në moment të caktuar mund t'i rrezikosh për shkak të sjelljes tënde ndaj të tjerëve. Për shkak të sjelljes tënde ndaj të tjerëve. E përket kemi hadithin e njohur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili na tregon dhe na mëson se kush është ai i cili mund të llogaritet se është i falimentuar. Ande pejgamberi sa një ditë për ditëve po i pyet shokët e tij. Thotë, e të drunë me një muflis, a dini ju se kush është muflis, kush është i falimentuar? Sahabët e dhanë përgjigjen e natyrshme. Mbos asaj që na shpesh herë që ka humbur pasuninë. Po mendoj e organizojmë dhe e orientojmë jetën tonë. Ja Rasulullah, ai i cili ka humbur pasuninë, ai i cili s'ka pasuni, pejgamberi sa me kalon në dimension tjetër. Nëse ju mendoni për pasuni, unë po flas për një pasuni reale. Po nëse ju mendoni për pasuninë e dunjas, unë ju flas për pasuninë e ahiretit. Nëse ju folni për një falimentim të përkohshëm, unë ju flas për një falimentim të përhershëm. Po, nëse ju folni për jetën e kësaj bote, unë po foli për jetën e gjithmonshme. Andaj thotë ja. Ndronë konceptin. Përmison e konceptin se kush është i falimentuar. Thotë el muflisu min ummati. Muflis nga ummeti im është ai njeri i cili yati yawm al-qiyamah, ka më ardhur në ditën e gjykimit. Bisiyamin, wa salatin, wa sadaqatin. Ka më ardhur me namaz. Ka më ardhur me agjerim. Ka më ardhur me sadaka. Këtë çatu të cilat u përmenden. Po që imagjinoni njëri i cili ka bërë shumë, ka falë shumë, ka agjeru shumë, ka hap sadak shumë, ka fitu shumë, ka bërë shumë. Amo krejt që to nuk e kanë lujt njërin nga objektivat e tyre, e që është nxjerrja e njeriut në shoqëri si të mirë. Amo krahas këtyne e ka shoqëruar thot pejgamberi sa. Njërin e ka shah. Njërin që ka marrë pasuninë. Njërin e ka rre. Dikujt tjetër i ka shpif. Dikujt tjetër ja ka derë gjakun. Po, krejt që to nuk janë të shkputura nga çështja e besimit, nga çështja që ky e ka bë. Andaj çita njerëz me të cilët ky është ballafaqu, thot pejgamberi sa do t'i ka në rresht. Do t'i ka në rresht para vetes. Njëri do të vit ja merr sevapet e diçkafit, njëri do të vit ja merr sevapet e një pune tjetër, njëri do të vit ja merr sevapet e një pune tjetër, e nëse i përfundojnë punët e mira, ata të cilët hala ju ka bë pa drejtësi dhe zullum, do të u merr nga gjunahet e tyne. Dhe nga gëzimi i madh me punët e mëdha që i ka pa kur ka dalë para Zotit, do të përfundon njeriu më i zhgënjym, njeriu më i humbur, njeriu me falimentimin më të madh. E do të mbetet pa asnjë prej këtyne punëve.